sociale shqiptare, shqipërisë të qeverisë jo ka nevojë për një shpjegim të saktë si që terminala juaj të shtatë është emri juaj ai ku shkruat në atë mesazh publikuar. Pyetja parë është: a i keni cilësuar idiot shqiptar në shqipërisë? A ekziston ai grupi WhatsApp-i me ambasadorët? A i keni shqipur mesazhe? A keni dalë nga grupi WhatsApp-i? Në pyetja për kryetarët, kryetari i Komunës është koalicioni Vlen i ka cilësuar deklaratat e ministrit Hoxha si një skandal i rënd politik dhe diplomatik. Dhe ka kërkuar që kërkojë Hoxha falje publike shqiptarëve të Ministrit të Veriut. Ju e keni diskutuar në çështje, kërkoni një falje publike nga ministri i Shqipërisë? Mund të keq të them që ju keni ngelur javën e kaluar, gjërat kanë evoluar. Unë i kam bërë të gjitha sqarimet e mia në lidhje me atë që është pretenduar dhe do doja të përdora një shprehje. U ngrit kjo tumnaj e u pam. Unë jam i hapur për të takuar në çdo kohë, në çdo rrethan, qoftë kur bijem dakord, qoftë kur kemi gjëra për të biseduar, qoftë edhe nëse nuk bijem dakord, sepse edhe në familje ka mosmarrveshje, nuk ka absolutisht asnjë lloj interpretimi që vlen mbi atë që ne duam të kemi, duam të ndërtojmë, mbi atë që biseduam sot dhe mbi atë që do bëjmë. Edhe unë uroj dhe më thonë që takimet jenë më shpeshta edhe për punë të mirë. Pra do intensifikohen takimet. Keni ngelur javën e kaluar, janë të kapërcyer ato. Ja ku keni kryetarin e koalicionit dhe janë të kapërcyer të kaluara, domethënë sepse nuk ka absolutisht asnjë lloj tymnaje që mund të hyjë në mes nesh. Nuk ka asnjë tymnaj që mund të na zër syt për të parë atë që është e përbashkët. Nuk ka asnjë gjë nga ato që bëhen dhe ngrihen nga hiçi që të errësoj atë që është e përgjithshme, e nevojshme, e domosdoshme që ne të jemi bashkë si vëllezër e të punojmë bashkë. Po, domethënë temat ashtu siç e tha, domethënë edhe në familje dhe vëllezër mund të ketë keq kuptime, po për atë janë takimet e drejtë për drejta, po sot